Ka më bo rutin namazi, ka më bo adet. Në vijin e falen kur gjo s'përfitojnë, kur gjo nuk ndjejnë. Adje i lodhë namazi. Dija e parë që Zoti e tërhek për njerëzve. Ka thonë është el khushur, për kushtimi. Sa që është frikë, është tutë dhe pritet me ardhë, kanë me ardhë xhamati në xhami, një grup prej muslimanëve hynë në xhami dhe kanë me e falë namazin dhe nuk ka më konë asë njënjë prej tyre që e ka falë namazin i përkushtu në namazin e tij. Subhanallah. Unë kanë me ardhë, kanë me falë po veç rutin. Ka më bo rutin namazi, ka më bo adet. Në vijin e falen kur gjo s'përfitojnë, kur gjo nuk ndjejnë. Madje i lodhë namazi, i lodhë lezimi i Kur'anit, i këput dersi, i pengon dersi, ja u prish rahatin dhe komoditetin. Kush thot këto fjalë, thojnë shokët e pejgamberit mas vdekjes pejgamberit. Tregojnë gjeneratës parë tabinëve. Asa që kanë orë mas i kanë mëri sahabët dhe se kanë mëri pejgamberin. Në kohën e tyre ata për veti po thojnë. Para mendoni. Subhanallah, në kohën e tyre burrave të mëdhenj, në kohën e tabinëve, Enes ibn Malik, shoku i pejgamberit, u kon nga ata që ka jetu mas gjati, mas vond i don nga të fundit që ka vdek. Pe shokëve të pejgamberit. I ka thonë një ditë për i ditëve i ka pa disa xhamatli, shok, tabin, i ka thonë wallahi innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum min ash-sha'r. Ka thonë ju po i bëni do punë që kjo po ju doket juve më e vogël se sa kimi ja flokës. Ju, unë pi boni do lëshime do punë se po ju doket si sa një kimi e flokës. Ka thonë ndërsa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kemi konsideru minel mubiqat, i kemi konsideru pe i shkatrimtareve që të punë që ju të rinë të i bo. A ju shumë thjesht për e konsideroni. Ka thonë, qka i ka këshilu, qka i ka pata të bo, qfar gjuna i kanë bo. Kur kanë arë në gjami, do më namazin e farz, ju në vanu, nuk ju në lidh më njerë, kur a thonë Allahu Akbar imami. Po masë u lidh Allahu Akbar, ata kanë hyje dhe ju në lidh. E kanë zonë reqatin, po se kanë zonë tekbirin me imamin. Ka thonë, jeni të i bo do sene që ju e për ju doken matë vogër se kime a flokës. A na në kone pejgamberi shkatrimtari kemi konsideru. Derin që atë nivel e kanë rujt me fanatizëm dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala, fejen e Zotit. Ju në mundu me i rujt kufit e Zotit. Kështu e kanë këshilu një qitër me një herë me një lëshim matë vogër. E sot në sytë e tonë bohen gjunahe dhe gjunahe. Lëshime dhe lëshime nuk na pengojnë ato. Nuk na i prishin terezin ato. Dhe i ka thonë, kjo po këthena të hadithi, i ka thonë, qashtu është ka më ngret dija. E dija e parë që ka më ngrit është tërhekja e përkushtimit. Ka më bo namazi pa e përjetu, ka më bo dhikri pa e përjetu, ka më agjeru Ramazanit pa e ndije, pa e përjetu. Njerëzit rinë undë dhe të etur, po nuk ndjenë kërgjo prej saj. Nuk e shijojnë namazin e teraviz, nuk e shijojnë namazin farz, nuk ndjenë kënaqësi dhe përjetim. E hek Allahu përjetimin, sa që do të kanë me arë në xhami dhe nuk kanë me dalë komplet një xhamat i madh, njëri prej tyre s'ka mundësi më koni përkushtuar dhe i përqendruar. Subhanallahu, kjo është sfidë.